Islanda ishte shteti i parë në të cilin qielli u rrësua totalisht, ndërsa një eklipsi plot diellor ndodhi mbi bregun më perëndimor të vendit. Miliona njerëz u mblodhën në Islandë në veri të Spanjës për të parë eklipsin e parë të plot diellor në Evropën perëndimore pas 27 vitesh. Ndërkohë autoritetet spanjolle u bën thirrje njerëzve të shmangin zonat ku një val të nxehtë ka arritur rrezikun e zjarreve pyjore. Në Reykjavik, kryeqytetin e Islandës, syzet që mundsojnë njerëzve ta vëzhgojnë fenomenin pa dëmtuar syt kanë qenë shitura plotësisht prej ditësh. Faza e rrësimit të plot arriti në bregun më perëndimor të Islandës rreth orës 17:44, duke u zhytur pjesën më perëndimore të ishullit në rrësi totale, për një kohë zgjatje deri në 2 minuta e 13 sekonda. Ndërkohë, interesimi më i madh ishte për Spanjën, i vetmi vend në të cilën u shfaq eklipsi i plot diellor. Autoritetet prisnin deri në 6 milion vizitor, kryesisht në zonat rurale, përgjatë shtegut të eklipsit në veri të Spanjës dhe në ishujt Baleare, kështu bërmedia autoritetet spanjolle. Spanja sheh këtë si mundësi për të promovuar rajonin që vizitojnë radhë dhe për të tërhequr turistët larg vendpushimeve bregdetare të mbipopulluara. Ndjesia e veçantë kur dita shndrohet për pak çaste në Muzg dhe disa kafsh heshtin, ndërsa hëna kalon drejtpërdrejt midis tokës dhe diellit, në të kaluarën konsiderohej si një augur, një betejë kozmike apo një shenjë fuqisë hyjnore. Eklipsi diellor arriti kulmin në gjithë Mbretërinë e Bashkuar, më njëherë pas Spanjës. Faza përfundimtare ishte përsëri në Spanjë, pranë ishujve Baleare, vendi i fundit ku dita u shndron në natë. Eklipsi u pa ndërkohë edhe në Moskë.